besuarit e doktorëve, doktorit par kuptot, kush nga të besuarit e doktorëve s'ka dashur doktori në përkëm, sepse ne e pam që pati dhe një përplasje në parlament, Albana Vokshi me flamur nokën, u përplasën, po ta shikojen parlament, se a bënde syri tërcë Albanës, dhe pse kishte përball njeriu që e mbrojti në Vorë. Nuk është pak në Vorë, se u përballën me grupe kriminale në Vorë, dhe ai vajti i pari që mbrojti Albanën. Zemër Luanët. Dhe në këtë rast, Albana Vokshi më kujtoj gazmen bardhi me flutra Haçkën. Po, nëse ç'është e vërteta normal, të vetin të paktën që u pan në këto zgjedhje që ishin në terren, mira apo keq ishte zoti Flamur Noka. Nuk bëri asgjë, nuk ka rëndësi. Por minimalisht ishte nga të vetmit. Po dolin në televizor. Nga të vetmit e listës sigurt, pa atë më çfarë bën interesesh. Po atë bëm dhe neve. Çfarë pret? Ai atë bën dhe ai, kupton, atë bën dhe në jetën e përditshme, nuk kanë ndryshim. Kam për të vajtur për mbledh vota, apo mjafton që dalin në ekran. Jo, flas në terren ditët e numërimit, terreni nuk e ashtu. Pra ka dalë gjatë numërimit ose gjatë fushatës, kanë qenë në fushat, pra zoti Noka, zoti Këlliçi, zoti Ali Mehmeti, flas nga lista. Ka qenë Besar Xhaferi, ka qenë Besarti, kështu që s'mund ta morim. Po pra, por në këta të tjerë nuk e paf. Kjo Josefina Topalli s'ka dalë fare më. Po do guxim dalësh kur e di që do humbësh. Po jema ajo tha ne si Intri. Ore ma beso mua se kam eksperiencë. Ai jemi si Intri më tha. Ne si Intri se ti tifoz. Unë jam tifoz i Interit, po si Interi s'mund të ishin këtë sezon se vajtë më afër fitoreve, po s'morëm asgjë. Po edhe këta ishin afër fitores. Thjesht u rafën në rënd në fund. Po jo, këta ishin shumë largë, këta e dinin të gjithë që do humnin. Jo, e dinin ata, po dhe Intri e dinte, se dinte. Sa asnjëri se kishte parashikuar atë. Pse ne e kishim parashikuar, gjithë thellë nuk e kishte pa thedhe. Mirë, okay. Ideja mese se ndodhin to, ke parasysh se humbë. Vetëm se gjunafsi ishe finale kështu. Në këto hapjet kutive, mos është kjo hapja e kutive që nxeu Edi Palogën që po i shan nga rop njerëzit. Ore, nese mos këta janë dallë ka ukë tërqere ku Jo, po e kam seriozisht sepse po prandaj është pa deri këta deri xhemo burse kanë këta budallën. Si, domethënë nuk më ke thënë asnjë analizë, domethënë të kam bërë 5 parashikime, dua ta nisësh nga ky që isha. Tu s'jam për të jo, po s'po të bëj pyetje, unë e bëra analizën time. Po bën sigurimet e sinjalit, jo, unë e bëra analizën time, të shpjegova të gjitha skenaret, po tani dua këndvështrimin. Ti më fute në për analet e. Të thash po u humbi, po ndryshuan votat. Do duhet të analizojmë kush nga. Po ngre pikë pyetje. Jo, mor ti analizova, unë ti thash sepse vjen hap pas hapi, pra unë tash doktori i parë, në qoftë se del që doktor Ali Mehmetit janë 10 votat, se ka dashur doktori i parë. Shiko si thoj, ore më fal, isha i qartë unë apo ngrita pikë pyetje? Jo, i thash unë analizat e mia, po ti s'po më thua këto perspektivat. Se ku shikoj që ka kaq shumë ngjarje, duhet ta analizosh pak, për shembull, këtë që shan gazetarët. Ore, po kanë 2 muaj që i shajnë më buri, kanë për telef. Se ati Xhabafit atjes nuk i shajtë dhe. Pes i tha Moli, tha, ja, ky është, tha. A kupto si, tha, kush e ti jam për Xhabafit, tha, ti ke kërku dhe edhe atë, tha. Kishe kërkuar dhe mua, tha, në takim, tha. Dhe nuk të erdha, tha. Kështu që qamë bëko tani si kur s'mjef ishte idea. A, ti e i, tha, ne prisim tashi. Ky është i lidhur me krimin. Me krimin dhe me dronë. Ky është. Ky është i lidhur, thak. Tani ti thua këta shajnë gazetarët se nuk shajnë dot të tjerët. Po jo, po bësi nuk i bie dot kaq të mbaruar i din gazetarët ata. Si bie dot gomarit i bie samarit. Po gazetari kanë po telefon punën, se nuk është se gazetarët dhe i kanë tallur, dhe i kanë tredhur, i kanë kthy prap në skenë, i tallin, i tredhin prap. Mi fjalë, këta janë keqe domosdoshme për median, mos e shiftu, se media është kthyer si nga këto agjencitë funerale, që pres të vdesi kush që të bëj biznes. Kështu dhe puna e media, pres të vdesi një parti që edhe ta tallin, dhe ta në përkëmbin, dikujt edhe ti lëpije, dikujt ti marrin dhe paratë, më kupton çfarë do të them. Duan dhe një viktim ku tregojnë se janë të fuqishëm ose të saktë në atë që bën, nga ana tjetër pastaj mielin lopën në tjetër vend, aty ku është vërtet rubineti i hapur. Ku është rubineti i hapur? Në fakt, nuk e dim tani sa i hapur është, ose s'kena parë gjën, ne më thënë kemi se po të kishim marrë në një gjë. Tani unë mendoj një gjë, se këtu tek Partia Demokratike i konceptuam 2-3 ajo që mendoj unë tashmë çfarë do ndodhi dhe brenda Partisë Socialiste, se ne fokusohemi tek këta
por duhet kuptojmë brenda Partisë Socialiste, nesër nëse Gjyla Meti lufton fort dhe del që janë vjedhur mandatet, apo jesh vjedhur votat për ngrihet një stui brenda Partisë Socialiste, sepse një trup i vetëm, ai trup nuk e ka dashur Blerina Gjylametin. Dhe ky trup ku nuk e do një deputete shikon si mish të huaj, i bie që t'jetë një problem i madh brenda Partisë Socialiste. Pra a do ketë guximin Zola Gjylameti, siç po reagon Velia i pasekurave dhe ajo, jo pasekura, ajo të reagoj nga sala e parlamentit ose edhe në për media. Po reagoj Gjylia një do hynë në pasekurave, se nëse del që zonjës Gjylameti janë vjedh votat, dikush do prangose të zotërisht, se nuk është shu si jo, këtu janë... Se ne kemi bërë kështu sigurisht që janë më normale në botë vjedhës në të vëndë. Këta komisionerës që kanë vullosur, kanë parë trenin bulgar, këta tani pret spaku, apo... Këta kanë pa trenin bulgar, problemi se këta s'kishin prej biletën për bilet për trenin. Po tani kanë parë trenin bulgar, po këta e bëjnë për nëse kanë bërë tani, që është ka trenin bulgar? Unë ta thash, vetë, PD-ja nuk ka pranuar që për diasporën të ketë një komisioner që të bëjë shumicësuar për votat në rast një ndonjë ankese nga numëruesit. Këtu çdo problematikë që ka kalu nga për votat e diasporës ka kalu në heshtje, më për një proces i shkëlqyer. Shkoj, diçka, më kupton. Përveç këtyre ngjarjeve dhe zhvillimeve, në anën tjetër mendoj që kjo edhe mund ta njollosi Partinë Socialiste, jo se s'ka çështje besuar, po si mund t'i vjedhësh ti kandidatës tënde votat. Po ka lezet më burr, po se ku do vjedhin? Apo ti thua vjedhi një shtëpinë vet që të perfeksionohen për të vjedhur shtëpinë e tjera. Pa dalin rruga ata. Po si do dalin rruga ata pa eksperiencë aty? Çfarë di thon njëri kundërshtar? Jo, eksperiencën ata e kanë në shkolla politike. Ktu gabondi, apo bën një shkollë politike, edhe madje që sot një prej deputeteve më të reja, Sara Mile, i ka thënë me zi po prez zoti Berisha të përballet me ty në parlament. Imagjinoj Sara Mila me Berishën në parlament? Domethënë të përplaset. Zegjineja i ka bërë thirrje Gazbardit, me zi po pres me ty të përplaset, më mungoni thonë. Plasje titanësh, Dhe në këtë përplasje ne do kemi punë shtator. Po ç'mund do kemi shtator, ne shkretë do grihemi. Këta do përplasen dhe ne do t'i futemi. Do grihemi se sheqëri. Ne do t'i ndajmë. Po ç'bëni? Po ne do i fusim live. Jo, sa ty do i fusim live? Do e themi që emision për të qeshur, donate, dhuroni. Ku e gjen guximin? Na mori ky kolegu jo. Ore, jemi live, ore, se po ta kam hap telefonin, po jemi live. Të kam hap telefonin, jemi live, do vish o vlla, se po të presim të rishikues. Edhe 10 minuta kje. Po, hajde pra se po të presim të rishikues. Mbi këto premisa, hajde. Mbi këto premisa, se bërë si Tedi Blushi me Ilir Metën që ishin të... Me zi po prisa thoshte në laf pisët. Po ku je? Jo. Qatë bërëzja, pasë kemi 2 orë që presim neve ta një edhe të... Jo, thasë mos ishte të deras pa e hapni, ma kupton. Që që qëndronë, ku e gjenë guxime? A jep kjo shkolla politike guximin që këta të përplasën për shembull me Berishën dhe me Gazbardin, se aty këta do kenë për shembull, për folës publik do kenë Taulan Ballën. Po. Do kenë, më duket Maznikun që i ka hyrë spaku në shtëpi. Po çfarë ti bëj spaku? Ti dalin nga shtëpia ato? Jo. Ti bëj shtëpi tjetër se na çmene. Mazniku mbase duke i thënë këtyre leksione që ju duhet silleni kështu kundër Berishës, a vjen ata të spakut bërtham, aty e mbërthejnë, e thonë ata, edhe ju s'duhet veproni si këta se do veproni, do shashtisen ata. Nuk e di rasti si përfundon rasti Maznikut, me thënë drejtë. Po unë e marr hipotetike se ka kohë, se nuk ka kohë sot ky rasti Maznikut, ka para Velie ato. Po nuk është me çështje kohe, është me çështje procedure, apo ti dhe me kohë. Po jo, nuk thash, po ka dhe afatet hetimore, kanë një lloj afate. Në këtë pjesë. Nuk funksionon kohë si shtu aty. Në këtë analizë, pra, tashmë këta do të gjejnë guximin të përplasën, për shembull, kur e mendojnë që nga Elbasani Sara Mila të përplaset me